Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Jepet alarmi, në Shqipëri është futur një produkt i rrezikshëm, mund të helmojë fëmijë të rritur. Në vendin ton është futur 985 kg çuge e kriposur me prezencë të parazitit L3 anisakis me risk serioz për shëndetin e njeriut. Ky parazit mund të infektojë fëmijët të rritur nëse konsumojnë peshkun crudo. Përveç inflamacionit të traktit gastrointestinal në disa raste, larvat mund të depërtojnë në mukozën e stomakut ose zorrëve, duke shkaktuar komplikime. Njëkohësisht është importuar edhe 4516 kg fileto deri me prani të bakterit Salmonella SPP. Prezenca e këtij bakteri në organizëm shkakton diare, ethe, dhimbje stomaku e të tjera. Kanë qenë kontrollet e AKU në terren që kanë zbuluar këto dy produkte me rrezik të lartë në shëndetin e konsumatorëve. Sipas informacioneve, açuga e kriposur në sasi 935 kg është importuar nga Kroacia dhe Italia, ndërsa fileto e derit me salmonell është importuar nga Brazili. Sipas AKU, açuga e kriposur nuk është futur në prodhim, por është bllokuar dhe do të azjesohet në Shqipëri. Ndërsa në lidhje me filetot e derit, njoftohet se qëndrojnë të hapura dy mundësi. E para, kjo sasi mishi mund të azjesohet ose do t'i jepet subjekteve të tjera të cilat plotësojnë kriteret për trajtimin e produktit dhe rihedhjes së tij në treg. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.